Shikues të dashur, mirë se erdhët në emisionin Spektër, emisioni i cili transmetohet të diele në ora 9. Me mua këtë javë është reperi i njohur Goldi G. Goldi, mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Shpresoj që do të kemi çka të flasim për foncat, për gjitha dhurësit e rapit dhe të muzikës që ju e kultivoni. Pasi që ka ngjarje të ndryshme ton kohën, normalisht që na dela më Ka aktivitete, ka dhe llafe, ka dhe fjalë. Ka është kamull. Mirë, meqenëse është hera parë që jeni në emisionin tim, kam qef pak edhe unë dhe publiku me na tregu pak fillimisht si është e kyçja juaj në rap në atë kohë. Kohën dhe më thonë për i kurëm, ka i rapin qef ka qenë klasa e 2-3, kërë këm dalë me emitu në atë kohë. Këm darë të asaj kohë, si të huj, si për marë për aty ja u konë beka i onja, apo dikush tjetër që këm emitu vetë. Kështu që aty ka qenë qefi, dhe më thonë, gjithmonë për muzikën. Para kësaj ka qenë qefi, dhe më thonë, kërë më koni vogël, më ka kaldu, dhe më thonë, mami jam që para se me ditë me folë, kom për tjellë një nullat. Kështu që nuk e kom me pare këto avdhin, që kada gradualisht e kom arrit ato dhe këtu nuk e kom rrit për një ditë me një bashkëpunim ose me një pare që kom do me bo një klip të mirë. Po e kom arrit kada dhe kështu që tash aty ku kom dash vetë edhe ku me majtë, ku maksimumin me bo me mundu me më rrim analt.